Ndërkohë errësira shkakton stres dhe mbi ngarkesë në mosha të ndryshme njerëzish. Jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit vuajnë ndërprerjet e shpeshta të energjisë. Sipas një studimi, kufizimet shkaktojnë tek shumica e grave depresion, nervozizëm, lodhje dhe vështirësi komunikimi. Kufizimet e thella të energjisë elektrike për më tepër edhe pa orare sjellin stres dhe depresion tek pjesa më e madhe e personave. Por më të prekur nga mungesa e energjisë elektrike janë gratë. Në një studim thuhet se ndërprerjet e energjisë elektrike shkaktojnë tek 80% e grave depresion, nervozizëm, lodhje, vështirësi komunikimi, gjumë të tepërt dhe shtim oreksi. Mungesa e dritës, e ndriçimit, domethënë shkakton rritje të fluksit depresionit. Kryesisht ndodh tek 80% janë ndodhin kryesisht tek gratë dhe kryesisht prek mosha tek 40 vjeç. Këto lloj kufizimesh dihet domethënë që shkaktojnë më tepër irritabilitet tek personat, shkaktojnë vështirësi në marrëdhëniet midis njerëzve, shkaktojnë gjumë të shtuar. Pas fëmijëve tek të cilët errësira shkakton probleme jo të vogla, njerëzit mbi 40 vjeç sipas studimeve janë edhe ata që kanë shumë më të vështirë të qëndrojnë për një kohë të gjatë në errësirë.